Në kuadër të ditës ndërkombëtare të tokës, Departamenti i Edukimit në Universitetin e Vlorës Ismail Qemali, në bashkëpunim me Agjencinë Rajonale të Zonave të Mbrojtura, ka organizuar aktivitetin Zonat e Mbrojtura dhe Edukimi. Pjesë e aktivitetit u bën edhe rektoria e Universitetit të Vlorës, Aurela Saliaj, si dhe dekani i Fakultetit të Shkencave Humane Roland Zisi. Drejtuesja e Departamentit të Edukimit, Esmeralda Laçi, foli për rëndësinë e integrimit të njohurive mbi zonat e mbrojtura në programet e mësuesisë. Ditën e tokës ja dedikuam lidhjes së edukimit me zonat e mbrojtura. Edhe prezantimi që unë kam përgatitur lidhet pikërisht me këtë, pra rëndësinë e futjes së njohurive, integrimit të njohurive për zonat e mbrojtura në kurrikulat e programeve të mësuesisë. Pra në këto kurrikula, në këto programe të cilët përgatisin mësuesit e ardhshëm. Normalisht janë disa problematika që prekin sot në rang global jetën e njerëzve. Një prej tyre janë ndryshimet klimatike, që i përmendi pak në xhipi, por i kemi përmendur dhe ne në shumë aspekte, qofshin këto natyrore, ekonomike, sociale, e kështu me radhë, dhe sigurisht edhe në kuadrin e zonave të mbrojtura, por edhe në kuadrin e ndikimit që ato kanë në trashëgiminë kulturore. Gjithashtu, problemi tjetër që unë kam dashur të theksoj sot është koncepti për zhvillimin e qëndrueshëm. Është një koncept që është futur që me agendën 2000 dhe vazhdon të jetë kryefjala në të gjitha fushat, duke qenë se sot zhvillimi i qëndrueshëm është, si më thënë, është një element i cili është integruar, por patjetër duhet të vazhdojë të integrohet dhe të jepet rëndësi e veçantë, sepse në fjalë shumë të thjeshta zhvillimi i qëndrueshëm nënkupton ndërgjegjësimin ton për të qenë, si më thënë, për të mos qenë të pangopur dhe për t'i dhënë mundësi brezave të ardhshëm që të mund të shfrytëzojnë natyrën ashtu si ne dhe të plotësojnë nevojat e tyre. Dhe kush më mirë se mësuesit mund ta bëjnë këtë transmetim të këtyre vlerave nga njëri brez te tjetri. Rëndësia e edukimit për ruajtjen e habitateve natyrore, speciet e rralla dhe të rrezikuara, ishte tema e referuar nga përfaqësuesi i Agjencisë Rajonale të Zonave të Mbrojtura, Nexhip Hysolakoj, i cili foli edhe për rëndësinë e këtij aktiviteti të mbajtur në Universitetin e Vlorës. Menduam që me Universitetin e Vlorës, me Departamentin e Edukimit, ditën e tokës, që është sot pra 22 prilli, të organizojmë në formë një workshopi, pra në formë me studentët, por edhe me stafet e tjera të drejtorive të rajonale të Vlorës, si në formë angazhimi, pra të kësaj dite shumë të rëndësishme për sa i takon ditës tokës. Organizua në formën e një diskutimi të hapur me studentët, pra me anë të prezantimeve, të cilat nga ana e zonave të mbrojtura ju paraqit jo vetëm zonat e mbrojtura dhe vlerat natyrore të saj, por njëkohësisht edhe angazhimi që kanë sot në ruajtjen e biodiversitetit në gjithë qarkun e Vlorës. Është një traditë e hershme me Universitetin e Vlorës, kanë qenë mbështetësit kryesor të administratës tonë për sa i takon monitorimeve shkencore dhe vlerësimit dhe analizimit të tyre. Ndryshuam pak nga dalja në terren e të bërit aksion, por menduam që studentët sot kanë nevojë të njihen me zonat e mbrojtura, jo vetëm si vlera natyrore, po edhe si një vend potencial për punësimin e tyre, pra në të ardhmen. Prandaj, gjithmonë në kuadër të një marrëveshje që kemi me këtë universitet për shumë aktivitetet që kanë të bëjnë me edukimin dhe kërkimin shkencor. Të ndryshme kanë qenë temat e prezantuara dhe diskutuara, si ndërveprimi ekologjik midis dinamikës lumore dhe habitateve toksore, edukimi për zonat e mbrojtura nëpërmjet veprimtarive turistike, lumi Vjosa si një ekosistem i ndjeshëm përballë ndotjes antropogjene, një lidhje magjike në shërbimet e jetës, toka si laborator dhe kimia si gjuhë e fshehtë e planetit, si dhe roli i zonave të mbrojtura në menaxhimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore.